Kthehemi përsëri në bisedë që është nderuar, jemi me avokatin Engjëll Goçaj, është avokat i pavarur, por njëkohësisht është edhe avokat i komunës Tuzët, dhe po flasim për historinë e kësaj komune në vite dhe për sukseset e saj, për pengesat, por më shumë po flasim për ato çka ajo ka arritur. Shoqëria civile, individ veçantë, cili është roli i tyre, duke ditur historinë, juve keni qenë vetë atje, keni qenë dhe aktor për ato çështje. Shiko, shoqëria civile ka ndihmuar, edhe ka ekzistuar, por jo aq sa ishte dashur. S'ka ekzistuar, po sepse janë interesat e ndryshme të cilat nuk kanë lejuar që të dilet në skenë, edhe neve në atë kohë cilët kemi vepruar, kemi qenë shumë të sulmuar nga vetë këta, se gjoja jem duke bërë diçka që është në kundërshtim me interesat kombëtare, por duke mos e kuptuar kur interesin e asaj që ata është dashur pari të bëjnë ata çka është bërë tani që të bashkohen. Të jenë bashkë, dhe vitin 1990 kemi pas kur farë boshtankizimit të Malësisë, ndërsa sot ke 2500-3000 shtëpi të cilat janë ndërtuar, duke falendëruar këtyre politikanëve. Këtyre politikanëve të cilët kanë atër politikan, i kanë sill ata vetë aty, edhe ka ardhur deri te ai ndryshim, edhe themi demografik i popullatës shqiptare në Tuzë. Drejta e tyre është e plot, normal aty ka lëshime edhe vetë qytetarëve të cilët e kanë shit pronën e tyre vend e pa vend, por nuk është punuar mjaftueshëm që edhe seriozisht që të ndërpritet domethënë edhe asimilimi, të ndërpritet edhe ndryshimi demografik i popullatës shqiptare atje, por kanë marrë ato poste të cilat vakallën dhe maq janë kënaq, edhe aty kanë ndaluar krejt lufta e tyre, ama për zhvillim ekonomik ma mirë mos flasim. Vetëm shikojeni të lanë, çfarë do ishte sa milion euro ka hub. Pi harrojmë vitet para viteve 90, por marrim vitet e pluralizmit politik. Sa milion euro do të ka humbur komuna e Tuzit. Në qenë nga vitet e 90, nëse në atë kohë do ishte themelur, ose themi vitin 2006, ta marrim kur është ba malizisht e ti pavarur, sa i gjoja ndoshta përpara nuk i ka pa të mundësi se ka qenë bashkut me Serbinë. Po sa miliona euro janë humbur nga viti 2006, kur është kërkuar komuna e plot, deri në vitin 2019, kur është themeluar komuna e plot. Do të thënë ato janë me miliona të tëra, të cilët unë mendoj edhe sot e kësaj ditë shteti i Malit të Zi ja ka borx Malësisë, edhe ata duhet në vitet që vinë me tashme që të ato pare, ato të cilat ja ka marr Podgorica, duhet t'i rikthehen Tuzit. Dhe duhet të investohen në Tuzë. Sepse Tuzi ka nevojë se të zhvillohet ekonomikisht, se kur të zhvillohet ekonomikisht Tuzi do të krijohen jetet për kushtet jetësore, ku edhe sot e kësaj ditë domethënë përmirësuar në nivel jashtëzakonisht të madh, ku edhe kemi një përkrahje shumë të mirë edhe për bujqësi, që është vetmja komunë e Maltezit, të cilët me nima dhe kur ka pas probleme edhe të rreshjeve, për shembull kur ka pas breshërin, ka lanë nim 2 milion euro të lëmasë, më shumë se 2 milion euro të subvencione të ndryshme të cilat i jep komuna që t'i ndihmojnë edhe bujqësit të zhvillojnë edhe ta rrisë kapacitetin e tyre, kështu që e po ashtu rini unë nuk e di shumë pak ose as pak do të kemi sot një të ri apo një të re të cilë është pa punë në komunën e Tuzit që ka kryer një fakultet. Cilat janë përfitimet e shqiptarëve me pavarësinë e komunës Tuzit dhe drejtimet kryesore ku kanë përfituar duke nisur nga ana ekonomike, nga ana sociale, kombëtare, shqiptare, të tjerat punësime, gjithë ato këto të. Edhe faktor. Do me thanë, ndër përfitimet kryesore, mund të themi është zhvillimi të infrastrukturës, zhvillimi ekonomik i saj, për arsye se përpara në historitë asaj territorit janë duke punuar rrugët edhe për qendër, shumë shpejt do të vazhdojnë puna e bulevarit nga Podgorica në Tuzë, po janë gati krejt themi përfunduar asfaltimi rrugëve lokale, momentalisht është duke punuar stadiumi i klubit futbolistik Deqiq, ku në vesh pa hapi një të lanë, në vitin 2019, kur Forumi Shqiptar ka marrë pushtetin, klubi futbolistik Deqiq përpos borxheve që nuk ka pasur kurrë, kanë qenë zero, sepse kanë qenë të gjitha të marrura, do me thënë nuk kanë lënë gjata të cilët kanë qenë përpara. Edhe klubi futbolistik Deqiq në atë kohë ka qenë në ligën e tretë, duke rrezikuar se të fshihet krejt nga federata e futbollit të Malit Zi. Veç me marrë si shembull si ta kuptojnë ata të cilët ende nuk e kanë krejt qartë se çka është duke u bërë në Tuzë. Ktu ka rol edhe Dresha, ja? Miku im Dreshaj. Klubi futbolistik Deqiq
i cili sot është në ligën e parë të Malizzi, ka 2 vite me radhë, që është lider apo në vendin e parë ose 2 ose 3 të ligës Malizzi, i cili ka luajtur në Europë, cili lojtarët e saj me shumicë janë nga territori i Malësisë, të cilët janë shqiptarë, ata duhet theksuar. Është e rëndësishme kjo. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë kemi një prodhim, një produkt vendas. Domethënë janë pretendent kryesor se këtij viti ta fitojnë edhe Kupën e Malizzi, ta marrin edhe vendin e parë në ligë. Po ashtu është themeluar klubi basketbolist i Deçistit, i cili kurrë nuk ka ekzistuar, sot ka mbi 200 anëtar. Duhet ditur se ato 3 ata të ri, të cilët kanë qenë nëpër rruga apo nëpër shtëpia ose nëpër telefona, sot vinë dhe ushtrojnë aty. Po ashtu edhe të 2 klube. Në Tus është kryer projekti dhe shumë shpejt fillon puni ndërtimit të palestrës sportive, e cila është me vlerë 8 milionë gjys, cila do të ndërtohet në Sukrujq. Edhe aty do të kemi një investim jashtëzakonisht i madh, ku do të kemi edhe një pishinë olimpike, që besoj edhe krejt Malizzi do ta kenë lakmisës me çfarë kushte do të punohet, edhe për posaj do të kenë edhe tjera gjëra që janë domethënë kapitale. Buxheti kapital i qeveri, që është nivel shtetëror, i cili do të investohet në komunën e Tuzit për vitin 2024, shkonte numri diku 20 milionë euro, përpos atij buxheti i cili bën investimin në nivelin e komunës Tuzit, cili e besoj do të jenë allaj, do të jenë nuk e di tamam saksisht, po do të jenë diku 3-4 milionë euro, të cilat direkt investon komuna e Tuzit si investime kapitale, por do të jenë ato investimet kapitale që do të bëhen nga centra, të cilat i kanë munguar komunës Tuzit, po fatmirësisht duke i pasur njerëzit tonë atje, duke i pasur personat tonë të cilët vendosin mbi krejt fatin e malit të zi, ekziston ajo mundësia që të bëhet një zhvillim i barabartë në krejt nivelin e Malizzi, që mos zhvillohet vetëm Podgorica apo Bregdeti, po zhvillohet edhe Malësia, Tuzi, Plava, Gucia, edhe Ulqini, sepse përpos Tuzit unë gjithkohën po përmendi Tuzin, sa punohet për Tuzin, as punohet edhe për Gucin, për Plavën, edhe rrugët e atyne, infrastruktura atyne vendeve, po ashtu edhe për Ulqinin, cili është lënë mrapa, mas doret, me qenë se Ulqini me resurse ekonomike ose më themi me gjeografi të tij është vend i më i bukur bregdetar dhe ka qenë komuna më e pasur në kohën e ish Jugosllavisë, por sot është komuna më e varfër për gjithave komunave bregdetare në Maltezi. Do të thënë kjo kanë duke falendëruar edhe faktorit politik i cili ka udhëhes me Ulqinin, por mbi gjitha edhe duke falendëruar popullatës shumicë ku nuk e kanë një vetin që ata taksa paguos të taksa që u takojnë aty në mos të nepet, madje është bërë uzurpimi edhe i Bregdetit nga ashtu quajtur nga një shoqat e cila ka një organizat për të mirat detare ku edhe Bregdetin të ardhur nga Bregdeti i kanë marrë ata gjithë, i kanë thith nga qendra, jo nuk i kanë lejuar që ato të ardhurna të ngelin aty prej popullatës vendase në Ulqin. Kështu që mendoj që punohet dhe vazhdojnë ndryshimet dhe nuk ka ma kthes mbrapa, domethënë vetëm ecet përpara. Po në planin kombëtar çka kanë përfituar? Në planin kombëtar, a di si është të çështë, planin kombëtar se ne këtu i kemi edhe Shqipërinë edhe Kosovën, po Shqipëria dhe Kosova i ka ato problemet e veta, duket se asën kaluar më pas tani nuk kanë pas flas për faktorin politik. Shqiptarë, edhe si Prishtinës ashtu jasaj Tiranës nuk kanë pas kohë që të merren me Tuzin dhe Ulqinin, se i kanë ato problemet e tyre. Kanë përfituar, absolutisht kanë përfituar, sepse ne kemi sot për ndryshe që kanë përpara, për dallim prej kohës kaluame, kemi mundësi që flamuri shqiptar të valvitet i lishëm në institucionet publike të veçeverisjes lokale. Sot flamuri shqiptar në Tuz, në kodinën e komunës Tuzit është i lishëm, valvon normal, nën kuptohet bashkë me ata të Malit të Zi, që përfaqëson shtetin e Malit të Zi, po ashtu në gjitha komunat tjera ku shqiptarët janë shumicë, edhe ai flamuri është i lishëm sot të përdoret edhe për darzma, për aktivitete të ndryshme familjare në për shtëpia, të festohet, ku madje edhe është paraparë si fest kombëtare shqiptarëve ose festa e flamurit është 28 nëntori, është zyrtarisht e pranuar në Malëzi, domethënë, kështu që nuk është më ai problem, sepse është rregulluar me ligj, domethënë nëse ju vini në Malësi apo në Ulqin, nuk keni kur fare pengese, as kur fare problemit ta përdorni
të valvit një flamurin shqiptar sepse jeni të mbrojtur nga ligji. Përpos asaj, domethënë, përpos çka e përket përdorimit të ligjit, përdorimit të flamurit kemi edhe përfitime të tjera sepse kemi përfaqësues shqiptar të rangut, siç e thash më parë, të rangut qeveritar, të rangut të ministrive, të zëvendës kryeministrit, edhe ne për parën herë në historinë të atij popullit drejtoritë të cilat kanë bajnë që janë vitale për një shtet. Drejtoria për resurse njerëzore ku kalojnë gjitha punësimet e atij shtetit, drejtoria ku bëhen gjitha investimet kapitale, u hesin dy shqiptar. Edhe unë mendoj se edhe mos ishte kur gjë tjetër sot, ajo do të mjaftonte. Do të hapi edhe një shembull tjetër, me qenë se jam edhe tani dhe kam qenë tash 2-3 vite, ju i theni këtu CEO, por me ligjëri ashtu në kuptohet kryetari i këshillit ose i bordit të drejtorëve të shkollës mesme të Tuzit, në momentin kur e kemi marrë neve në atë kohë me zotin atër ka qenë vetëm i emëruar drejtor zoti Lindon Zela, tash kryetar i komunës së Tuzit, ka qenë rrezik i madh se rreth asaj shkollët e mesme nëse kanë dalë nxënësat jashtë, ti ka fshoj gjarpri. Vetëm nga mbeturinat edhe nga gazepi që ka kënë, si për 50 vite nuk ka investuar kur gjë kërkush në atë shkollë. Pastërtia është kënë nivelin katastrofik. Me ardhin themin pushtet edhe për momentin kur është mundësuar që Gjimnazin e Tuzit ta udhëhesin ata të cilët ja duan të mirën malësisë. Për një vit e gjysmë punë kemi arrit që sot është duke investuar të krye puna në Gjimnazin e Tuzit me vlerë gati 2 milion euro. është bërë edhe gati është afër përfundimit rekonstruksioni i krejt objektit. Edhe sot ka marrë një pamje të krejt tjetër. Edhe kjo është ai dallimi i aty në 30 vite ose 40 viteve të kaluara me këto 3-4 vitet që janë punua, edhe besoj që në të ardhmen do të punohet edhe më shumë. E këtë fat siç e ka Gjimnazi i Tuzit, e kanë shumë institucione dhe objekte në komunën e Tuzit, Tulcinit, edhe aty ku jetojnë shqiptarët. Por besoj, nuk është vetëm fati i shqiptarëve për këtë punë dhe këtë kapacitet që ka dhe më tha forumi shqiptar, por është fati i vetë edhe malazezve. Sepse ata vetë do të përfitojnë nga ata të cilët dinë të udhëhesin, dhe duan të udhëhesin, dhe kanë vullnet që të punojnë dhe që kë shtetin e Malizit ta integrojnë në Bashkimin Evropian. Ne folëm disa herë për këta drejtuesit e komunës së Tuzit, po më duhet ta bëj një pyetje për të marrë mendimin tuaj. Gjeloshaj, ish kryetari i komunës, Samaj, kryetari i partie, lënë funksionet dhe janë pjesëmarrës në qeveri dhe në parlamentin e Malizit, në një kohë kur qeveria e Malizit publikisht hapur është pro-serbe ruse, është kundra NATO-s, kundra pavarësisë Kosovës. Si e vlerësoni ju këtë? Nuk është qeveri pro-ruse, nuk është qeveri anti-NATO. Po? Ja, nuk është pro-ruse, nuk është qeveri anti-NATO, nuk është qeveri pro-serbe. Ai i cili ka ligjur faktit e ekspozit e kryeministrit, dhe ai i cili e shef veprimet e kësaj qeveri tash 2-3 muaj që kanë marrë mandatin, absolutisht ata të cilët i mendojnë kështu i kanë demantuar totalisht. Ekziston një farë, themi një farë narrativit në cilin thonë disa që partitë shqiptare kanë shkuar me parti pro-serbë, sa është e vërtet. Pra kryetari i parlamentit Malizit ka qenë Vučići. Po, ka qenë në cilësinë private të tij, jo si kryetar i parlamentit Malizit. Faktikisht gjithkush është i drejtë shkojnë aty ku mendon ai se i takon. Falë avokat, publicitet, shikues nderuar, shikojmë pas pak.